Pamjet I përkasin 3 banesave të djegura një ditë më parë në familjet e komunitetit rom në lagjën Skënderbek të qytetit të Shkodrës, siç dallohet qartë çdo gjë këtu është shkëmbuar, ndërkohë që flakët rrezikonin të përfshinin edhe 27 banesa sociale të kësaj qendre, por u shpëtuan fal ndërhyrjes së zjarfikësve. Komplet që kam pas madhin mërina, komplet gjojna shpia, komplet leket që kam pas mërina, komplet më janë djegë. Së më kam beti vetëm këto robat e trupit që kam besh. Jam beti nanti me atë familjat, jam 2 kunora mërina, e s'kam pas asi gjoma. Tani kam ngjitë 4 rrugët. Tani shpresëm nga bashkia me të na ndihmojnë ai gjë. Ato na kanë premtu që të t'i rregullojmë kantina, të ju ndihmojmë me rregullu kantinën, me rregullu shtëpiat mrena. Tani shpresojmë që ato thonë ato. Gjenja më e keqe s'ka. Unë kam pas burin pari zumrena. Mos e kishin nxjerrë edhe unë nuk kam qillu aty binem, kisha dalë me marrë ca ilaçe për burin. S'kam qillu, janë ngret lagja që e kanë nxjerrë jashtë. Kam pas edhe djalin e djalit mrena. E kanë shpetu lagja, çunat. Shqyqyr zotit I kanë qillu çunat. Se ne kemi qenë, qarë kam pas të janë djekë mrena, asi gjo, që s'kan ngejtë. Pare, I që na shikon këshu. Burin e kam aty, e kam zirë me karos tash. 7 antarë mrena. Djali është I martu, ka 3 fëmija I. Qarë kam pas të janë djekë, asi gjo nuk kanë ngejtë, vetëm I madhi zotë. Kanartë, gjithë. Thanë do të ndihmojmë. Do t'i rregullojmë prapë. Shtu na kam premtu tash. Jemi 9 veta në shtëpi. Burri më ka vdek. Jam me djalin, me jetimat, edhe me 5 fëmijë të djalit. Kretë totalisht të dojgjen. Totalisht nuk kemi. Vetëm ma shpirti kemi tani, vetëm shpirti që na. Shikër që nëzora kalama e shpet jashtë. Se ishin të problemi gjumë ishin kretë. Kanë ardhë policia, kanë ardhë e bashkis, kanë ardhë gjithë, deri të Tiranës kanë ardhë. Faleminderit nga to. Tani kanë shpresë të na ndihmojnë. Mora 1 milion borç. Ka 3-4 muaj. I kam ledh lek më lek ato 1 milion. I kam ledh me I dorëzu burrit botës që më dhanë faleminderit nga to. Mu dojgjen. Tani jemi dorë zotit. 27 familje të komunitetit rom në Shkodër u strehuan në banesa sociale të kësaj qendre para disa vitesh. Në orën 9 të mëngjesit të një ditë më parë, auto u rrezikuan nga flakët, shkaqet e të cilit nuk janë përcaktuar ende, megjithse ka dyshime për ndonjë bombull gazi apo defekt elektrik. 3 prej tyre u dogjën, ndërsa zjarfikësit arritën të izolonin vatrën e zjarrit dhe të shpëtonin banesat e tjera.